Në qoftë se do flistit me një shkrimtar të ri sot ose një të ri që do të shkruaj dhe do të bëhet shkrimtar dhe që ndonse përballet me kaosin dhe me këtë jetën e vrullshme që kemi, çfarë do i thoshit ose çfarë këshille do i jepnit? Në qoftë se është për aktualitetin, duhet të jetojë aktualitetin. Të gjejë ato këndet që janë në hije për t'i kapur dhe për t'i trajtuar në vepër. Po të jetë temë historike, duhet patjetër të bëj siç bëri Zola për shembull me Germinal që shkoi në qytetin e minatorëve dhe jetoi me ta. Po kështu Flaubert për shembull për të shkruar Salambon u mbyll në bibliotekën kombëtare të Parisit dhe lexoi gjithë historitë që kishin ndodhur rreth historisë së Salambos. Do të them që duhet një studim paraprak, duhet një njohje e thellë, sepse nuk është vetëm emocione, sigurisht varet nga idetë. Idetë janë më të fuqishme se sa vetë realiteti historik, megjithatë, idetë kanë nevojë për realitetin historik.